Se më vjen tani natyrshëm të them edhe për këtë zhurmën e madhe që është ngritur mbi një lajm të rrem, sa thuhet që me demek shteti po fal Zvërnecin, shteti nuk po fal asgjë, sepse shteti aty nuk ka asgjë. Ajo është një pronë private. Një pronë private den babaden. Dhe investitorët e përfshirë në atë proces janë investitorë tejet serioz, të cilët atë pronë e kanë marrë nga privatët, që t'jemi shumë qartë. Ndërkohë që shteti ka pasuri në anën tjetër projektit, që është Ishulli i Sazanit, ku ende sot nuk ka mbaruar negociata pasi korporata shqiptare e investimeve është pjesë e projektit. Dhe shteti shqiptar do t'jetë aty. Dhe toka e Ishullit do t'jetë aty e shtetit shqiptar. Kompania tjetër që ne kemi krijuar, që është një kompani publike po ashtu me partneritet privat, është Alp Tresi. Alp Tresi sot ka marrë të gjitha ato që deri dje bëheshin me koncesione të dështuara. Koncesioni i markimit të naftës, koncesioni i pullave fiskale kanë qenë koncesione të dështuara. Sot nuk janë më koncesione, por janë aktivitete të ligjzbatimit, të cilat i bën një kompani publike me përfshirjen e një partneri tjetër shtetëror, Emiratet e Bashkuara, dhe me ekscelencën që vjen pastaj nga privati, duke mundësuar që markimi i naftës, gjurmimi të gjithë madrave të akcizës, identiteti digital, letrat me vlerë, të gjitha këto të jenë pjesë e një holdingu shtetëror. Dhe natyrisht këtu shteti merr edhe të ardhurat. Sot, faktikisht, nuk kemi më në kushtet e koncesionit për pashaportat, edhe për kartat e identitetit. Sot, karta e identitetit kushton më lirë dhe shteti shqiptar, përmes kompanisë përkatëse, Identitek, përfiton para, të cilat deri dje shkonin të gjitha në xhepin e një privati. Kompanit që po krijojmë në fushën e mbrojtjes janë të gjitha kompani të cilat lindin nga një përcaktim shumë i thjeshtë. Ne nuk duam të huaj që të vinë në Shqipëri të marrin toka, të marrin kapanone, të marrin struktura, edhe të prodhojnë. Ne duam që cili do që vjen në Shqipëri të bashkëprodhoj me ne, të bashkëprodhoj me shtetin shqiptar, me Ministrinë e Mbrojtjes dhe me kompaninë që ne kemi krijuar Kajo, e cila është një kompani tjetër publike, e cila është pjesë e investimeve private që bëhen në fushën e mbrojtjes. Dhe kështu, shteti, Ministria e Mbrojtjes, sektori i mbrojtjes, ushtria shqiptare fiton para nga ky aktivitet. Vetëm kompania Timak Defense, e cila ka lindur nga një bashkëpunim me shtetin, i një startupi shqiptar të krijuar nga një vajzë që prodhonte në mënyrë artizanale makina, sot ka një portofol porosish për të eksportuar nga Shqipëria, ndodh sot, për të eksportuar nga Shqipëria makina, ambulanca, makina policie, zjarfikse, makina ushtrie, mbi gjysmë miliardi. Dhe natyrisht që duke qenë pjesë brenda, shteti merr të ardhurat.
Kompania tjetër e krijuar që së shpejti do të fillojë të japi prodhimet e para është kompania Guna, e cila do të prodhojë të gjitha uniformat e shtetit shqiptar, duke filluar nga të gjitha uniformat e ushtrisë shqiptare. Në Shqipëri prodhohen uniforma për ushtrisë suedeze. Ushtria suedeze i prodhon uniformat e veta në Shqipëri, në një zonë rurale të Shqipërisë, në një manufakturë modeste. Ushtria suedeze. Dhe ndërkohë, shteti shqiptar rokanisej lart e poshtë me tendera, uniforma këtu, uniforma aty, kapelja e vogël, kapelja e madhe, këpuca e majtë, këpuca e djathtë, ba me bum në për prokurorira, e ba me bum në për kanale ankimimesh. Se erdhi italiani, erdhi gjermani, erdhi tjetri e tjetri, as italian, as gjerman, as gjë. Gjitha lojra që përfundonin në turpe. Sot, ne kemi këtë kompani të përbashkët, e cila do të prodhojë uniformat për ne, për shtetin shqiptar, për ushtrinë shqiptare, për policinë shqiptare, për zjarfiksat, për policitë bashkiake dhe do të prodhojë uniforma edhe për ushtritë e tjera të NATO-s. Kanë filluar që tani kontaktet, sepse ne kemi krijuar një tradit në historinë e qepjes. Shqepjen e bënim kur merreshim me shtetin, qepjen kur merreshim privat. Tani jemi në tjetër fazë dhe për të mos u zgjatur më tutje, sepse kjo është një temë që mua më pasionon shumë dhe ka shumë gjëra për të thënë, po unë dua të them që faza e parë e qeverisjes sonë ishte kalimi nga epoka e gurit dhe drurit, se ishte dhe gur dhe dru, kur ne morëm detyrën, në epokën digjitale, me krijimin e platformave. Faza e dytë ishte digitalizimi i shërbimeve. Tani jemi në fazën e tretë, që është faza e administratës inteligjente. Dhe faza dhe nuk fola se çfarë komponentësh të inteligjencës artificiale ka në kompanitë që përmenda më lartë, nuk fola se çfarë komponentësh teknologjik ka në kompanitë që përmenda më lartë, por dua të them që sot ne kemi nisur jo vetëm projektin e madh të transformimit revolucionar të procesit prokurimeve, por kemi nisur edhe projektin e futjes së agjendëve me inteligjencën artificiale në nivelin e parë të qeverisjes. Kemi filluar me ministrit dhe me sektorët e financave dhe të shërbimeve juridike të ministrive, duke angazhuar një strukturë të posaçme për të kaluar në përdorimin e agjendëve të inteligjencës artificiale për t'i dhënë shpejtësi, për t'i dhënë integritet lartë profesional dhe për t'i dhënë edhe një cilësi të padiskutueshme të gjitha akteve që lidhen me financat dhe me shërbimet juridike. E kemi, po e përdorim gjërësisht inteligjencën artificiale në përafrimin me legjislacionit tonë me legjislacionin e Bashkimit Evropian, po e përdorim përditje më shumë inteligjencën artificiale në tatime, një nga arsyet pse të ardhurat rriten pa rritur taksat, përveç administrimit kësaj, është edhe platforma e inteligjencës artificiale e cila e ndihmon shumë administratën tatimore dhe doganore për të identifikuar ku janë problemet pa pasur nevojë që të lëshohen rrugëve
për të sulmuar në dyert e të gjithë bizneseve për të gjetur në gjë.